Breznit e Jezu Krishtit si njeri. Breznit e Jezu Krishtit të birit të Davidit, të birit të Abrahamit i lindi Izaku, Izaku i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij. Judas i lindi prej Tamaras, Faresile, Zara, Faresit i lindi Esromi, Esromi i lindi Arami, Aramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nasasoni, Nasasonit i lindi Salamoni, Salamonit i lindi prej Rahabës Bozi, Bozit i lindi prej Rutës Jobedi, Jobedit i lindi Jeseu, Jeseu i lindi Davidit mbret, Davidi i lindi prej ish gruas Uris Salamoni, Salamonit i lindi Roboami, Roboamit i lindi Abai, Abai i lindi Asafi, Asafit i lindi Jozafati, Jozafatit i lindi Jeromai, Jeromai i lindi Ozia, Ozis i lindi Jotamia, Jotamit i lindi Akazi, Akazit i lindi Ezekia, Ezekis i lindi Manaseu, Manaseut i lindi Amosi, Amosi i lindi Jozia, Jozis i lindi Jehonia dhe vëllezërit e tij në kohën e shpërnguljes nga Babiloni. Pas shpërnguljes në Babiloni, Jehonis i lindi Saletieli, Saletielit i lindi Zorabaeli, Zorababelit i lindi Abiudi, Abiudit i lindi Elikaimi, Elikimit i lindi Azori, Azorit i lindi Sadoku, Sadokut i lindi Akimi, Akimit i lindi Eliudi, Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Matani, Matanit i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Jozefi, fati i Maris, prej së cilës leu Jezusi që quhet Krisht, gjithsej pra 14 brezëri prej Abrahamit deri te Davidi. Prej Davidit deri në shpërngulje në Babiloni 14 brezëri. E prej shpërnguljes në Babiloni deri në Krishti, te Krishti 14 brezëri. Lindja e Jezu Krishtit. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria nëna e tij pasi u fejua me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjet shtatzan për vërtet të shpirtit shenjtë. Tashti Jozefi i fejori saj pasi ishte njeri i drejtë e nuk donte ta shënderonte botërisht, mendoi ta lëshoj fshehtazi. Po sa në mendje të vet vendosi të bëj kështu, ja se ju duk në ëndër engjulli i Zotit dhe i tha Jozef biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marinë të fejoren tënde, sepse foshnja që është zënë në të uzu për vërtet të shpirtit shenjtë. Ajo do të lindë djalë e ti ngjitja emrin Jezus, sepse ai do të shëlboj popullin e vet prej mëkateve të tija. E gjithë kjo ngjau që të shkonte në vend fjala e Zotit e thonë në për profetin. Të cilin do t'i ngjesin emrin Emanuel, që do të thotë hyj me ne. Jozefi si u zgjua nga gjumi, bëri sikurse i urdhëroi engjulli i Zotit, e mori në shtëpi të fejurën e vet, e pa pasur marrëdhënie martësore me të, ajo lindi djalin të cilin i ngjiti emrin Jezus.